Nuk është e vërtetë që ka pasur procedurë të shortit, por në atë seancë nuk janë votu asnjë prej kandidatëve të propozuar nga lista serbe, dhe rrjedhimisht kryetari i kuvendit ishte ai që e propozoi zotin Rashić si kandidat potencial për nënkryetar nga radhët e komunitetit serb. Dhe kjo është çështja diskutabile që është ngritur në gjykatë kushtetuese. Nëse zgjedhja e tij është bërë në përputhje me procedurën që është e përcaktuar me kushtetutën, me rregulloret e kuvendit dhe me vetë aktgjykimin paraprak të gjykatës së kushtetuese sa i përket çështjes së nënkryetar. Sepse vetë gjykata kushtetuese ka sqaruar mjaft mirë. E drejta e propozimit i takon në një farë mënyrë ekskluzive grupit më të madh parlamentar ose shumicës së deputetëve që përfaqësojnë komunitetin në fjalë. Prandaj nëse vetë gjykata nuk e ndron të presidentin e vet, atëherë zgjidhja është e qartë dhe unë besoj që do të konstatohet që ka pasur shkelje të procedurës së zgjedhjes së zotit Rashić. Në sekondën, nëse ndodhet që gjykata kushtetuese legjitimon aspektin e propozimit nga radhët e kryetarit të kuvendit, i cili vetvetiu nuk e hodhi as në short, por ai vetëm se e propozoi si kryetar kuvendi zotin Rashić, atëherë kjo le të mbetet bare për gjykatës gjykatës kushtetuese për ndrimin e shpeshtë të standardit dhe precedentëve. Sa i përket pyetjes suaj, nuk pres formim të ndonjë komisioni sidomos për çështjen e qeverisë. Unë besoj që edhe vetë para disa ditësh kandidati ose kryeministri në detyrë deklaroi se i kanë votat për qeveri dhe ata do të vazhdojnë mbas edhe vetë me formu qeverinë dhe me zgjedh kryetarin dhe nënkryetarët e kuvendit, por pres një farë lloj dialogu ose një lloj marrëveshje potenciale për çështjen e zgjedhjes së presidentit, sepse duhet siguru spoku 80 vota në 2 rundet e para për me nis procedurën dhe për me e çu deri në fund procedurën e zgjedhjes së presidentit. Se kënd do të aftojë apo se kush do të jetë pjesëmarrës në çështjen e zgjedhjes së presidentit, aty i takon, unë besoj në këtë rast edhe subjektit fitues të zgjedhjeve, si shumica më e madhe parlamentare, sepse ka detyrimin kryesor që të informojë gjitha institucionet dhe të bëjë përpjekje që në nënfrymin e kompromisit, bashkëpunimit edhe mirëbesimit me gjitha subjektet parlamentare të gjejnë gjë përbashkët që të ofrojnë një kandidaturë të përbashkët dhe të konsensuare për ta zgjedhur për president, nëse vetë e kanë qëllimin me zgjedhje edhe çështjen e presidentit. Dhe shkurtimisht Bugaçku, sa i përket afateve, kur janë afatet, pra nëse ka bëjë me 4 mars, presidenti duhet të jetë i zgjedhur? Kushtetuta në dispozitën e 986 thotë ka atje një afat që përcakton se presidenti duhet të zgjedhet brenda jo më vonë se 30 ditë nga dita kur i skandon mandati presidentit aktual. Mirë, po kjo dispozitë është shumë problematike për një aspekt, për faktin që nuk përcakton asnjë pasojë çfarë ndodh nëse nuk fillon fare procedura brenda këtij afati dhe çka ndodh në situatën kur procedura mund të fillojë 30 ditë më herët, por nuk mund të përfundojë. Ta zëm nuk përfundon në zgjedhjen e presidentit, mund të ndërpritet. Pra mund të kemi situata të ndërprerjeve, zvarritjeve apo edhe zhagitjeve të procesit të përmbylljes së votimit. Sepse ju e dini që procedura për presidentin zhvillohet në 3 runde spa. Dhe nëse nuk ka 80 vota në rundin e parë dhe në rundin e dytë, ose nëse nuk ka as prezencë në rundin e parë të 80 deputetëve, as votim në kuti prej 80 deputetëve, i bie që ajo procedurë është e pavlefshme dhe nuk mund të zhvillohet fare. Prandaj kjo dispozitë e 986 është e paqartë sepse nuk përcakton ndonjë pasojë se çfarë ndodh nëse brenda kësaj periudhe nuk fillon, por edhe nëse fillon nuk përfundohet procedura e zgjedhjes së presidentit. Mirë, por na kemi një dispozitë tjetër, e që është e 982 paragrafi 3 të Kushtetutës, e cila është shumë më e qartë. Dhe ajo dispozitë e thekson në mënyrë shprehimore që nëse brenda afatit prej 60 ditësh kuvendi nga dita e fillimit të procedurës së zgjedhjes së presidentit nuk e zgjedh presidentin, atëherë parlamenti shpërndah dhe shkojmë në zgjedhje. Prandaj nëse e marrim kështu për siguri dhe qartësi, dispozita e 982 është shumë më e qartë ka si një pasojë juridike që mund të shkaktojë moszgjedhja e presidentit brenda një afati 60 ditor. Bugaçku, të falenderoj shumë për kohën që gjetët lidhesh drejt për drejt me ne. Ishte kënaqësi, ju përshëndes.